Afaristi Shkëlqim Devolli i është përgjigjur ministres në detyrë Donika Gërvalla, e cila i ka publikuar një dokument personal të tij dhe ka njoftuar se dje ka përfunduar mandatin Devolli si konsul nderi i Republikës së Kosovës në Mal të Zi për rrethin konsullor të Rozhajës. Ajo tha se këtë vendim e ka marrë pasi në këtë dokument të lëshuar nga Mali i Zi figurojnë emrat e qyteteve të Kosovës si vendbanime të Serbisë. Megjithatë, Devolli ka sqaruar se dokumentet e tij janë të njëjta, siç i kanë edhe të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët kanë marrë në shtetësinë e Malit të Zi para se Mali i Zi ta njihte Kosovën si shtet. Ai ka përmendur edhe rastin e Gjermanisë që deri së voni ka regjistruar qytetarët e Kosovës si shtetas të Serbisë, pavarësisht që e njeh pavarësinë e Kosovës dhe e mbështet atë. Nuk dorëzohen para insinuatave të paqëndrueshme të politikës. Jam qytetar krenar i PES së Republikës së Kosovës, ta Devolli në përgjigje, në vijim reagimi i tij plot. Unë Shkëlqim Devolli jam shtetas i Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Kam lindur, jam rritur, punoj dhe jetoj në PEI. Kur kam marrë në shtetësinë e Malit të Zi, Kosova nuk e kishte shpallur pavarësinë dhe Mali i Zi nuk e kishte pranuar atë. Dokumentet e mia janë të njëjta, si që kanë edhe të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët kanë marrë në shtetësinë e Malit të Zi, para se Mali i Zi ta njihte Kosovën si shtet. Ka shtete të cilat edhe pasi që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës kanë vazhduar që në dokumente zyrtare t'i shkruajnë emërtimet e vendbanimeve të Kosovës si të Serbisë. Këtë e ka bërë edhe shteti i Gjermanisë deri para pak kohësh, edhe pse ka 17 vjet që e ka njohur shtetin e Kosovës. Është ironike se si ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla Zhvarc, e cila ka ardhur në këtë detyrë nga Gjermania, bën përpjekje për t'i kthyer dështimet e saj, si dhe të kolegëve politikanë si dështimet e qytetarëve të Kosovës. Ndoshta Gërvalla Zhvarc do t'ja publikojë tashti pasaportat gjermane, ku shkruan Peç, Serbia, edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës, të cilëve shteti gjerman ua ka dhënë ashtu për ndryshe vepër penale është publikimi dokumenteve personale të tjerëve. I takon dhe i ka takuar politikanëve të punojnë që Kosova dhe dokumentet e Kosovës të pranohen nga shtetet të tjera. Unë si individ nuk mund ta bëj këtë. Ajo që unë, Shkëlqim Devolli, di dhe e bëj me shumë dashuri dhe krenari është të hapi vende pune për qytetarët e Kosovës, të sjell Kosovës prodhime vendore të cilësisë më të lartë, t'i paguaj taksa buxhetit të Kosovës, ta prezantoj Kosovën me plot shkëlqim në tregjet ndërkombëtare. Unë dua vendin tim, Republikën e Kosovës. Me breza kemi punuar dhe do të punojmë për Kosovën. Të parët e mi, unë dhe fëmijët e mi kanë jetojnë dhe do të vazhdojnë të jetojnë në Kosovë. Asnjëherë nuk do të ndalem me të gjithë qenien time dhe ndihmën e bashkëpunëtorëve në angazhimin që Kosova të zhvillohet dhe të përparojë, por asnjëherë nuk do të dorëzohem edhe para sulmeve dhe insinuatave të politikanëve kur ata ju duhet për nevojat e veta, siç është rasti tashmë me ministren Gërvalla Zhvarc. Pse vetëm tash dhe jo para 4 vjetësh, kur e ka marrë detyrën, nuk e ka ndërmarrë këtë hap të padrejtë të ligë, vetëm ajo e di, mbyllet reagimi i tij.